shifrat e fundit që ka thënë qeveria, keni filluar të hapni shampanjë, pini verë më shumë? Që është e vërteta, jo vetëm që nuk kemi hapë shishet e shampanjës, por edhe sikur të arrihet, përsëri nuk i plotëson nevojat që i duhen pensionistit. Sa janë konkrete këto shifrat që janë pak të çuditshme me këtë rritje në çdo muaj? S'kishim dëgjuar ndonjëherë për këtë rritje në çdo muaj. Është një lojë e bukur. Që nëse nuk do të jepesh bonusi fundit vitit. Pra është bonus, nuk është... Sigur të mos u jepte, do të thoshte aq sa bonusi i vitit, vetëm se ndryshoi stili. Përsa i gjeli detit i famshëm i dikushëm. Ndryshoi ajo. A thjesht ato ja jep nga 1.000 lek? Pikërisht tani. Gjë e mirë, çdo gjë po u dha, është gjë e mirë. Me të thënë drejtën, shumë kemi dëgjuar, po pak kemi shijuar. Pra, në xhep konkretisht ka ndryshim. Konkretisht në xhep pak kemi shijuar prej këtyre. Do të jetë mirë ta japin, por